Përshëndetje, po rikthehemi sërish në FPK Podcast në episodin e radhës për të folur për të rejat e futbollit kosovar, për të folur për gjërat që janë me rëndësi për publikun. Federata e futbollit Kosovës përveç kujdesit të madh që e ka për futbollin senior përkatësisht nivelin më të lartë dhe për femrat, siç biseduam edhe në episodet e kaluara, i kushton rëndësi goxha të madhe dhe punës me grup moshat e reja, me ekipet kombëtare, por edhe me punën në përgjithësi që bëhet me grup moshat e reja nëpër klube. Prandaj për diskutuar jo vetëm për punën me të rinjt, por në përgjithësi për karrierën si trajner edhe karrierën si futbollist, në studio kemi një emër të shquar të futbollit kosovar, Bekim Isufin. Bek, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Bekim ka ardhur në cilësinë e trajnerit të ekipit kombëtar U20, por do të flasim në këtë bisedë të përbashkët fillimisht për ekipin kombëtar U20, më pas për karrierën tënde si trajner në përgjithësi, për të evokuar edhe disa prej kujtimeve më të veçanta më pas edhe si futbollist në atë periudhën goxha të vështirë të futbollit kosovar. Nëse fokusohemi tek ekipi U20 aktualisht, marrim shkas nga dy ndeshjet me Katarin. Si të duket gjendja e skuadrës U20 të Kosovës deri më tani dhe cili është misioni yt si trajner me këtë grup mosh futbollistësh? Po mirë, zhvilluam një ndeshje dhe pam gjendjen momentale dhe cilësinë të cilën e ka ky grup i lojtarëve, edhe pse patëm 3 ditë në dispozicion për të parë dhe për të munduar diçka të bëjmë më mirë që të jemi sa më të përgatitur për këtë ndeshje. Mendoj se ka cilësi. E mira është që është formu kjo grup mosh, domethënë me formimin e U16, U18 dhe U20 është bërë një punë e madhe për shkak se ndihmon në avansimin apo edhe rujtjen e këtyre grupit të lojtarëve të cilët në të kaluarën nuk kanë pasur mundësi të jenë. Kështu që me një farë forme zinxhirore këta mund të jenë prej U19 e U20 në kontroll, pastaj mund të kalojnë edhe te U21. Në qoftë se i kthehemi këtyre përgatitjeve, mendoj se janë duke shkuar mirë. Kemi bënë një grumbullim, kemi shikuar disa ndeshje, jemi munduar të përzgjedhim disa të cilët kemi menduar se për momentin janë më të mirët, nuk dyshoj që do të ketë edhe të tjerë. Kështu që gjithmonë mundësia është, domethënë, për të gabuar, po me stafin të cilin e kemi munduar sa më pak të bëjmë gabime, edhe pse po themi për gjatë këtyre 2 viteve kemi mbajtur disa grumbullime, kanë pasur mundësi shumë lojtarë të kalojnë nëpër këtë grup mosh, dhe fati ka qenë që tash të luajmë 2 ndeshje pas gjithë atyne grumbullimeve dhe mendoj se kjo është e mirë. Bekim është mosh goxha e ndihshme sepse bëhet ai tranzicioni mosha 20-21 vjeçare kur futbollistët konsiderohet se tashmë janë pjek për të qenë pjesë e ekipit të parë, por jo të gjithë arrin atë nivel pikërisht në atë moshë. Sa është e vështirë për një trajner që t'ja qëlloj, le të themi ashtu, sa të dozoj ngarkesën qoftë fizike, qoftë psiqike të një futbollist i kësaj grup moshe për ta përgatitur që të jetë i gatshëm pastaj për nivelin senior, për nivelin e të rriturve. Ku duhet jeni më të kujdesshëm si trajner në këtë grup moshë në përgjithësi? Mendoj se puna të cilën e kemi. Të trajtoni si të rinj në ardhe, të trajtoni si burra të pjekur? Jo, mendoj se duhet të trajtohen si të rritur, për shkak se me vetë faktin ata të cilët hyjnë në ekipën e parë nuk duhet trajtuar me moshë të reja apo moshë të shtyr. Mendoj se ata duhet të trajtohen si futbollista, po duhet pasur kujdes se si duhet zhvilluar një lojtar i ri. Unë mendoj se këtu kemi të bëmi me politika udhëhecje të klubeve të cilët mendoj se duhet të kenë një kriter ku gjithmonë duke parë avansimin, qëllimet të cilat edhe objektivat i kanë klubet, po njëkohësisht duhet të jepet përparësi dhe lojtarëve të ri. Kështu që shumë ekipe të cilët sakrifikojnë, po në të ardhmen ajo ju kthehet në shpërblem. Kështu që këto klube disa të them të drejtën janë të diktuar mas suksesit dhe harrojnë këta të ri, pastaj është e vështirë. Se vjet deri te demoralizimi i tyre, vjet deri te ramja e formës, edhe kjo është një punë e vështirë, po them, për neve si trajner tash të kombëtarës është edhe më vështirë, për shkak se duhet nëse në të kaluarën ka pas një lojtar formën e mirë dhe tash për sa ka një vite nuk aktivizohet, nuk është atëherë domos nuk duhet ftohet. Kështu që pastaj vjet deri te demoralizimi i tyre, vjet deri te ramja e formës dhe kjo këtij shërben, unë mendoj se në klube mënyra se si punohet.
Ekipi U20 në ekipet kombëtare në Evropë nuk bën gara, janë ekipet 17, 19, 21, kurse garat e FIFA-s janë me 18 dhe 20 vjeçar. Do të thotë ju nuk bëni gara zyrtare, sa është e vështirë për ju që të mbani këtë motivin edhe moralin lart të futbollistëve duke pas parasysh që skuadra U20 nuk bën gara në Evropë. Cilat janë ato qëllimet që ti ke si trajner para futbollistëve dhe mënyra se si i motivon ata për të vazhduar rrugtimin nga ekipi 19 te ekipi U21 e më pas edhe tek kombëtari A? Gjithmonë jemi munduar që edhe kohën kur e kemi gjetë të grumbullimit jemi munduar që mos jemi në kohën e datave të UEFA-s për shkak të ngarkesës. Dhe kjo ka bëu që ndoshta për gjatë 3-4 ditëve të cilit i kemi pas grumbullim, kemi shpalos ato plane dhe kemi treguar se cili është qëllimi jon për këta futbollistë. Mos të harrojmë, para një viti gjysë 2 Gallopeni ka qenë pjesë e kësaj grup moshe dhe sot ku është. Që shembull për të ndjekur për të gjithë ata. Dhe kjo është një pasqyrje që këta lojtarë duhet mendojnë, duhet të ndrojnë se një ditë futbolli është kohë e shkurt, mund të jesh te grup mosha U20, mund për një kohë të shkurt mund të jesh edhe te grumbullimi i kombëtarës A. Kështu që qëllimi jonë është që këta lojtarë t'i majmë dhe t'ju tregojmë se jemi duke i mbikëqyrur, jemi duke pasur kujdes dhe në të ardhmen mund të ndodhë si shumë lojtarë të tjerë dhe mos them edhe në shtete tjera të cilët kanë pas shumë lojtarë për grup moshës U20 automatikisht kanë kaluar edhe në kombëtarën A. E përmendë Gallopenin, e di që për trajnerin është pak e vështirë me bë dallimin ndërmjet futbollistëve edhe te kombëtarja U20 me i veçu dikë, por a mund të presim që shpejt dikush prej kësaj grup moshe të jetë pjesë jo vetëm e kombëtarës U21, sepse me U21 ishin në shumë afër, por mbase në një kohë të shkurtër edhe e kombëtarës A duke pas parasysh trendin e zhvillimit të një futbollisti përkatës. Çfarë kanë tregu këto ndeshje me Katarin? Edhe në të kaluarën kemi pas lojtarë shumë të nivelit lartë, me shumë cilësi, po edhe në këtë grumbullim. Po gjithçka varet se si do të zhvillohet ai përgjatë kësaj periudhe, se në këtë grumbullim ne shohim që ka kvalitet, po nëse shkon në klub i cili nuk ka ndonjë ambicie, qëllim dhe aty nuk lun, atëherë ai lojtar mund të mos mrri ato qëllime të cilat mund të mos zhvillohet. Kështu që gjithçka varet se çka përfiton gjatë rrugës në klube, cilën eksperiencë, përvojë dhe në atë mënyrë ai rritet. Po, sa kemi pa ka cilësi, kemi 3-4 lojtarë të cilët mendomi edhe pse është heret, po mendomi që mund të mbrin, po them gjithçka varet prej se si zhvillohet ai, se në çfarë klubi është, domethënë shumë faktorë ndikojnë për zhvillimin e lojtarit sidomos në këtë grup dhe në këtë moshë. Është e qartë që rezultatet në ekipe kombëtare varen shumë edhe nga puna që futbollistët e bëjnë me grup mosha, me klubet sidomos tek grup moshat, sepse tek grup moshat zhvillimi i tyre është pak më i ndihshëm. E përmendë disa herë, si duket puna që po bëhet me grup mosha në përgjithësi në klubet në Kosovë. Apo marrin vëmendjen e duhur futbollistët që kanë potencial për të zhvilluar në përgjithësi në klube pa u dalë në një grup moshë caktuar, por duke filluar prej moshës 19 vjeçare mbase deri tek U20 që nisën. Në përgjithësi është për sa vite është duke bënë një punë mirë. Mos harrojmë kanë një kuadër jashtëzakonisht mirë duke filluar prej U15 deri te U21. Mos harrojmë që edhe trajneri kombëtarës kemi pas disa takime ku janë shpalos shumë ide, shumë diskutime, shumë debate të cilat në të kaluarën nuk kanë qenë dhe kjo ndihmon sidomos në aspektin e ngritjes së nivelit, po normal edhe afërsinë të cilën mendoj se nuk e kemi pasur në të kaluarën. Kështu që është duke punuar mirë, mundohet të punohet sipas atyre kritereve të cilat i kanë për gjatë moshës, mos harrojmë se dallon një grup moshë 15-16 vjeçare apo 18 deri 20 është shumë dallim i madh, po them që është duke punuar. Dhe kjo tregon që edhe nivelin, edhe këta lojtarë se si kanë ardhur. Shumica e lojtarëve kanë qenë të kaluarën edhe pjesë e U19-shit, U21-shit, tash janë pjesë e kombëtarës A. Kështu që me vite po që tjetër gabim është që ne nuk kemi durim, ne duhet presim. Domethënë, nganjëherë jemi shumë euforik, gjithmonë presim a hapin e shpejt pa e bo hapin e ngadalt. Kështu që unë mendoj se duhet ipët kohë, duhet presim dhe gradualisht t'ju besohet këtyre trajnerave, nuk ka njeri i cili nuk gabon. Po duhet besor me vetë faktin që ata punojnë 24/7, me vetë faktin që përcjellin edhe shumë trajnera përcjellin shumë ndeshje të kampionatit, si te U17, si te U19, si te Liga U21 dhe janë
në kohezion me kërkesat dhe duhet besuar atyne. Kështu që jo është duke bërë një punë e mirë, unë besoj që kuadri është i mirë dhe duhet thash vetëm të kemi durim dhe pa tjetër që do të ngritet niveli dhe do të bën përzgjedhja më e mirë. Përmendet takimet që i keni pas me selektorin foto të gjithë trajnerët e grup moshave, çfarë ju jep juve si trajner të ekipeve kombëtare të grup moshave takime të tilla me selektorin e kombëtarës A dhe cili është mesazhi që mund përcjellet më pas edhe tek futbollistët nëpërmjet takimeve që ju zhvilloni me fotën? Ose me cilin do qoftë që është trajneri i ekipit kombëtar. Pikërisht, e marrmi në këtë rast trajnerin e Foda, unë mendoj se tregon thjeshtësinë. Thjeshtësia është ai virtyti më i madh. Ka njerë jemi ne shumë të kompleksum me shumë gjana dhe nganjëherë i bojmë ato shumë të mos jenë të pastërta. Kështu që sinqeriteti, pastërtia, thjeshtësia të cilën e tregon dhe si punohet, unë mendoj se kjo është një faktor të cilën ne e kemi marrë për gjatë takimeve të cilit i kemi pas. Po, për gjatë takimit kemi pas edhe inqizimi, video analiza, planifikime, kështu që kanë ndihmu. Puno dhe mendo që të kemi një lloj organizimi, një lloj planifikimi, një lloj mënyre të zhvillimit për të luajtur prej grup moshës U15 deri te A, mbetet të shit, po si fillim, unë mendoj se është një fillim i mbar, takimet janë pozitive dhe thash thjeshtësia është ajo të cilën në futboll duhet të kesh. Nuk duhet komplikuar gjanat, se nganjëherë ne mendohemi shumë, koha është e shkurt, sidomos planifikimet me kombëtare e din ti fort mirë sa 2-3 ditë pastaj duhet të luash ndeshje, gjithçka varet se ata lojtarë si zhvillohen për klubet e veta. Bek Modok është hala i ri, po tu kanë bukur çdo vjet ose si trajner në përgjithësi në karrierën tënde, pas një karriere të lavdishme në futbollin e Kosovës si lojtar, deri në fund të edicionit të kaluar ishte pjesë e Malishevës, në fakt deri në fillim të garave në Evropë. Çfarë do të veçojë nga karriera jote si trajner? Kjo paraqitje me Malishevën, paraqitjet me Dritën, çka të lëm përshtypje më shumë prej të kaluarës tënde si trajner deri tash? Cilat janë, le të themi, sukseset ose momentet më të veçanta që i kujton? Edhe pse karriera është duke u zhvilluar edhe ka edhe shumë vjet përpara. Janë etapa të ndryshme. Si futbollist, them drejtën, edhe kur kum filluar si fëmijë, kum pas ëndrat e mia, po gjatë rrugës normal që sistemi i cili koha ka qenë tjetër, pastaj prej një fushë të gjelbërt me gjitha kriteret e lojës së futbollit kalojmë në për fusha, në për livadhe, dhe ajo ka qenë ndoshta sot që e përjetojmë më shumti, ndoshta ka qenë sakrificë, po unë sot e ndij kënaqësi se kemi kontribuar në një kohë ku është vështirë të mendohet se si është zhvilluar futbolli, dhe unë mendoj se gjitha e gjenerat ka meritat e veta për gjatë atyre viteve mbajtjen e futbollit gjallë. Domethënë, tash me hime detale mund të ka shumë detale të cilat momente të cilat mund të kujtohen momente kur kanë ardhur na kanë ndërprerë ndeshjen dhe na kanë marrë gjitha pajisjet, është dashur të ecëm kohën prej një qyteti në një qytet tjetër, Keni ecë kohën prej një qyteti në qytet tjetër. Po, është një rast në Lipjan luajmë dhe e një këtë kom Gjilana? Jo, jemi shku në Slatin. Në Slatin, Slatin. Po du me thonë që Kogja është rrugë ku është dashtë bëhet edhe 15-20 kilometra i pa pas ku një farë orientimi. Kështu që ka qenë shumë e vështirë, po në mendoj se ja ka vlejt. Ja ka vlejt që sot këto gjenerata që i kemi që e gëzojnë këtë futboll. Një trajner që ka kalu në përgjithë ato sakrificat viteve të 90-ta të futbollit të Kosovës, që janë sakrifica edhe për nivel ndërkombëtar, jo vetëm na, kur e nin trit e tashun të u anku për kushte, çka mendon vetë me vete? A e kupton sepse është gjenerat krejt tjetër, kohë krejt tjetër, apo thjesht mendon që nuk është normale që dikush tash ankohet për kushte në lojë futbollit në këtë situatë në cilën jemi tash? Maram është problem global i të rinjve sot. Nuk është vetëm i gjeneratës edhe neve si popull, po është problem global i cili analizohet dhe është duke munduar pse si kanë ardhur duke parë të kaluarën. Edhe futbolli si futboll ka ndryshuar, nuk e ka të grintën e vet, nuk e ka të dëshirën e vet, po ato të cilën ti e thu me shumë drejt është që se si ne kemi kaluar, më thon që për 8 vite, 9 vite s'kemi pranuar kur gjë hiç.
asnjë pagë, asnjë shpërblim, askur gjë, ndërsa sot i kanë të gjitha kushtet, edhe nuk përkushtohen. Se kanë motivin. Se kanë motivin, atëherë duhet një analizë e thellë. Po them, kanë ndryshuar gjeneratat prej kohës në kohë ndryshojnë, sot është këtë tjetër gjenerat, këtë tjetër metode punës, këtë tjetër qasje. Në të kaluarën, unë mendoj se trajneri apo profesori ka qenë diçka që ti ke pas si lloj respekt dhe autoritet. Udhë rrëfysi shumë të lartë. Ndërsa sot duhet shumë pak kohë se nuk e kanë koncentrimin, qasja ka ndryshuar dhe ti tash automatikisht duhet t'ju qasësh ndryshe këtyne të rive për me marr maksimumin. Edhe po them është problem global. Me që fillum të flasim pak më shumë për karrierën si lojtar ke qenë të Drita, Keku, Flamurtari dhe Besiana, apo jo? Po. A e kom harruar në klub tjetër? Po, edhe për 6 muaj kam luajtur edhe në Gjilan. Edhe në Gjilan ke luajtur? Po, kam luajtur me një periudhë. Okej. Cilën periudhë? Para luftës? Jo, mbas luftës është periudha 2006-2007. Afërsisht ka fundi karrierës. Ka fundi karrierës, po. Dhe do është ta me të vetë cili o klubi ku jeni mas miri, s'po besoj që është kyçe për mene tash. Ja. Duke pas parasysh si e ikonë e Dritës. Jo. Ajo nuk duhet më shifë. E pas në arru komplet pjesën e Gjilanit, ose se pas në ditë heq. Mës miri, këm kalu edhe ju mdi në klubin e Dritës, ku jem zhvillu. Dhe me thonë edhe këm pas një qëllim që mbas një kohë edhe gjitha ato të mirat mu si bekim të cilët mi kam bo, mbas një kohë të shpërblej, edhe me arritjen e titullit kampion, unë mendoj se si trajner atëherë gjithçka është realizu. Është realizu, po. Kështu që normal që ndrit, po edhe në këto klube tjera të cilët kam luajtur jam di mirë, kemi pas suksese, mos harromi me Kekun, jemi fut prej ligës parë në Super League, edhe keni fitu kupën. Kupën, Superkupën, me Besianën. A çfarë keni fituar atë kupë? 2003-ën. Është ndeshje, jo ndeshje interesante, e këto thëmë që... Jene kon ligë parëve që ne kon ekip e jashtëzakonshme. Po, ka pas emrat njohur të futbollit, që me vite, do më thonë, ka kontribuar... Prej më të mirëve të asaj periudhën të na. Ka pas lojtarë dhe të kombëtarës, do më thonë, të asaj kohë, kështu që ka qenë një ekip jashtëzakonisht i mirë. Do më thonë, suksesin të cilin e kemi arrit, është diçka më ndryshe se sa krahas sukseseve tjera, po ato të cilën e kemi mri me Dritën fitimin e kupës në vitin 2000 penallti me Gjilanin, me Gjilanin, është diçka që është në memorien time, për shkak se Muharremi i dëshpruan mes fushës, Besnik Kollari që aty diku në shtrit, me një ekip, Halim Hodai. Po, me një ekip, mendoj se është ekipi i ëndrave në atë kohë Gjilani. Isa Sadriu, Muharrem Saiti, Siladin Jerliu, Halim Hodai, Besnik Kollari, Samir Ramani, edhe shumë lojtarë tjerë, domethënë kur i përmend. Ne kemi qenë pak më ndryshe se kemi qenë një grup lojtarë. Veton Xhemali më duket ka qenë po ashtu në atë ekip Gjilanit. Ndërsa ne kemi qenë unë Faruk Satovci, Gjerdet Lumnica, Adel Ademi, Meriton Ismaili, ja? Jo, nuk ka Meriton Berisha, po Ismaili ka qenë. Ismaili ma vonë ka ardhën, ka qenë Ylber Aliu, në ndeshjet finale Nasser Jasiçis ka luajtur, Emin Ismaili, po, një grup me shumë dëshirë, kundër një ekipe me shumë cilësi dhe kualitet. Po, veç ata janë konë ma pleqë, ju një konë djemë 3, ata janë konë ma të vjetër. Nuk them që mosh shtym kanë qenë. Unë mendoj se kanë qenë shtym, Muharremi, Isa dhe Veton Xhemali ta kanë qenë goxha më të vjetër se ju bek. Nuk diskutohet që kanë qenë, po them të pranosh gol në minutat e parë dhe të luftosh deri në minutën e fundit për të arritur qëllim dhe Besniku e ka u penalltin e fundit, a? Ajo Halim Hodai, fora që e boni Bylbyli që e thirri Zeqirin, kishe pi tregoj ku me mbrojtë, ku gjunën. Shumë skenare, po them, ajo është një... Ajo është në stadium Prishtinë dhe ka qenë kretë qyteti i mushën me dy tifozërit e Gjilanit atë ditë. Po ka qenë edhe një shpërblim për ish presidentin e ndjerë, Selami Osmani, i cili ka dhonë dhe ka kontribuar shumë, sidomos në klubin e futbollit Drita dhe atë kemi pas si lloj obligimi ndaj tij. Domethënë më shumë kemi pas obligim ndaj tij se sa dëshirë për neve. Henëm muhabet Dritës
Për një finale të Kupës të Kosovës në atë kohë, stadiumi, jo vetë stadiumi ka qenë i mbushur, por Prishtina ka qenë e mbushur me tifoz edhe të Gjilanit, po sidomos të Dritës. Drita debutoi në Conference League edhe i pam një 20-30 shikues. Çfarë ndjesi është kjo për futbollin kosovar në përgjithësi, po edhe për një klub që vite me radhë është identifikuar për mbështetës të zjarrt si Drita? Është kundërshtari prej Çipros pa dukshëm më shumë tifoz se Drita. Duhet analizuar më thellë pse ka ardhur deri në këtë situatë. Mendoj se a jena ngisi popull me këtë ëndrrën që kemi pas për paraqitjen në Evropë? Ka shumë faktorë të cilët kanë ndiku. E para është një lloj futbolli luhet për tifoz. Futbollin do të më adhuru tifozëve. Pavarësisht që tash në Gjilan nuk ka kushte, po edhe në të kaluarën nuk ka pas kushte në për livadhe dhe tifoz kanë ardhur dashamirët e sportit. Pastaj janë emërtu me emër tifozerie intelektuale. Kështu që ka pas. Sot mund të vinë ata, po duhet të gjetë të mënyra. Unë mendoj se Drita si Dritë, në qoftë se nuk i ka tifoz, nuk ndihet që është Dritë e fortë. Po them për shkak se gjithmonë me vite kam pas përkrajnë më të madh lojtarin e 12, ku do që ka shku. Domethënë, e sot vjen me një garë ku ndrohet, ku luftohet dhe nuk i përkrajnë e tifozëve. Më mendoj se duhet analizuar, duhet parë se ku është bërë ai gabim. Komercializimi i jashtëzakonshëm i sportit në përgjithësi, privatizimi i klubeve, nuk po flasim veç për Dritën, por komercializimi i jashtëzakonshëm i sportit në përgjithësi i futbollit veçanti, a mendon që është një prej arsyeve pse jemi në këtë situatë se tifozët nuk e nin çaq shumë lidhjen me një klub, me një logo, me dy ngjyra? Ka të bëjë edhe ajo, po unë mendoj se kjo duhet shtohet edhe më shumë. Sot e shoh me entuziazmin dhe dëshirën për kombëtarën. Po veç kombëtarja nuk është të komercializuar, klubi është i komercializuar. Cili do klub? Pavarësisht tifozi nuk duhet me pa në atë mënyrë. Tifozi duhet ta ketë një dëshirë më të madhe për klubin. Ti po thuaj që një klub që dikur e ka përfaqësuar qytetin, cili do klub qoftë, edhe tash është i privatizuar. Edhe i përfaqëson një njeri ose 5 njerëz ose sa do të qenë aksionar në atë klub. A mendon që mundet të pas një mision në tifozja? Po ky është gabimi, se nëse mendohet me këtë politikë nëpër klub, atëherë ata mund t'i humbin tifozët. Po kështu po unë po flas për lidhje emocionale që dikur ka qenë shikues, ka edhe në për Evropë. Pas në Evropë më nuk është ajo lidhje që ka qenë 15, 20, 30, 50 vjet më herët. Është pak më e komplikuar kjo puna, është tjetra, është për shkak se ndoshta edhe kosteja e ardhjes prej Gjilanit në Prishtinë, ka kosto, ka gjithçka. Edhe se po ndryshe gjatë finalet të Kupës se për mëne ka pas kostotarjes, por ndryshe në atë finalet të Kupës më kon mas gollës të prit topa si pioner i Prishtinës. Po më është mirë më. Po mas gollës kon prit topa. E ke gjëzimin këtë, ha? Dikun po. Jo. Edhe në atë kohë ka pas kosto, e ka qenë më vështirë. Unë prap them që nëse këtu ndeshje të kishim pas në Gjilan një stadium i cili i plotëson kriteret, unë mendoj se stadiumi do të ishte i mbushur. Ti po më thu që ëndra me pa dritën të luajtë në një garë evropiane, nuk ka vlerë me udhëtu pe Gjilanit në Prishtinë? Disa mendojnë kështu, po mos harrojmë edhe disa probleme të cilat kanë ndodhur për gjatë rrugës, edhe ajo është atmet e përmend edhe e tham që ka qenë edhe vazhdon të jesh ikonë e Dritës si futbollist më pas i lirë dhe si trajner, atmetet marak që si te Drita në një moment historik siç është kjo e pjesëmarrjes, momenti i pjesëmarrjes në Conference League. Jo, në mendoj se ne duhet pranojmë realitetin aty ku jemi. Mu bëhet shefi jo për Dritën, po mu ka bëhet shefi edhe për Ballkanin, mu bëhet shefi edhe për ekipet. Po flasim për lidhjen emocionale me një klub me cilin je zhvilluar si futbollist dhe ke qenë aty për kohë shumë gjatë. Po nuk do të thonë që mas një kohës do ta arrijë edhe ata. Domethënë, unë jam i ri, pavarësisht që kam disa vite përvojë, po prapë unë bëhet shefi, prapë them që Drita ka arrit në këtë nivele. Pavarësisht kush është sot trener, apo unë do të isha, apo dikush tjetër, unë jam shumë i lumtur, sidomos për futbollin e në veçanti në këtë rast edhe për Dritën.
Përmende, në fakt komplimentove edhe klubet tjera që kanë marrë pjesë në Conference League Ballkanin, por edhe klubet tjera që kanë marrë pjesë në rrugtimin në garën e Evropë. Ke qenë me Malishevën deri në fillim të këtij edicioni. A mund ta presim dhe ta shohim me Kim Yusufin së shpejti ose prap në elita, ka diçka konkrete apo në fillim është bën një pyetje edhe ikëm asaj përgjigje, them çfarë është që kum dëshiruar e kum arritur në përgjigjen ato nisëm me fol për pjesën e lojtarëve të plash. Në dritë kemi arritur, domethënë disa rezultate, kalimi në rundin preliminar me një grup të jashtëzakonshëm të lojtarëve, me një kryesi e cila pa të ardhur dhe tash po që patë nis. Edhe gjithçka e ndir mirë në atë kohë. Keni qenë në Gibraltar, po kemi kaluar rundin preliminar, pastaj kemi luajtur kundër Malmës në Europa League kundër Dudelanjit, 3-0 po në Mitrovic, 2-0 kemi humbur në atje. Edhe tjetra është që gjithmonë kum pas edhe një qëllim tjetër që ndoshta me një klub jo në emër të arrit diçka. Kështu që do të thonë se kemi rrimë me Malishevën. Me Malishevën ka qenë sfidë brenda me një grup lojtarëve me shumë potencial, një grup me shumë të ri, jo me shumë bujë, po mos harrojmë që Malisheva në atë kohë ishte vetë se kishte një prezencë në Evropë. Qëllimi ishte edhe më i vështirë për shkak se ti duhet të mbrosh prezencën edhe këtë vit. Kështu që unë jam dal dhe kam qenë shumë i kënaqur edhe me performancën dhe arritjen me grupin e lojtarëve, po bashkërisht edhe me stafin të cilin kam qenë që jashtëzakonisht tepër profesional që kemi arrit një qëllim. Tu fol tash për Malishevën, më shtinë me pyet diçka tjetër, me gjithë respektin për klubin e Malishevës, por a është Malisheva udhërrëfyese se si duhet grumbullu një grumbull e lojtarëve të ri edhe ndërtu ekip rreth tyre për krejt klubet në Kosovë, apo ja tregon rrugën edhe klubeve të mëdha që do duhet ta tregonin këtë rrugë, pikërisht një klub i vogël siç është Malisheva, që me Driran Azrollajn, Etnik Brutin, Veliun, Altin Aliun, Gjilianin e të tjerët, lojtarë që kur kanë nisë me lujt në ekip parë Malishevë kanë qenë 7-18 vjeç, shumica prej tyre. Pikërisht me ndërtu ekip në këtë formë. Është tepër e rrezikshme dhe ka qenë e rrezikshme për gjatë kërkimit suksesit edhe avancimi edhe i lojtarëve dhe ngritja e cilësisë tyre. Veç Malisheva e boni, as Prishtina, as Drita, as Trepça, as Vllaznimi, as Liria, as një emër i madh i futbollit kosovar. Dash Malisheva me ardh edhe me tregu ato që mund të jetë udhërrëfyes pikërisht. Edhe në aspekt ekonomik, edhe të suksesit sportiv. Pikërisht, këtu kesh duke thënë se këta, domethënë krahas qëllimit të cilin e kemi pas, edhe kemi arrit të qesëm në sipërfaqe shumë lojtarë. Kështu që unë mendoj se ky do të jetë mesazh edhe për klube tjera. Unë mendoj se brenda shumë klubeve ka lojtarë të ri, shumë potencial. Paradoksale kjo që po thonë është problem më i thellë, cili se dia po dënë me ikë me qëllim. Jo. Qyrbet të këto klubet mëdha edhe del Malisheva që u kriju para nuk e di 7-8 vjet, 10 vjet. Po, edhe kjo e tregon rrugën që duhet. A është alarm për mënyrën që punohet në klube tjera objekt? Është alarm se klube tjera e kanë vetëm një qëllim. Edhe harrojmë punën me tri. Ja harrojmë 1 milion euro, 1 milion e gjysmë në rroga për afrikane për pikërisht ku ka çasti lojtari kemi me bollok në Kosovë, të betona, se kum pa për sa fërmi dhe tash me qenë se jam edhe pjesë e unizet që dalë mi shikome edhe lojtarë të ri, unë e shoh edhe ligën e parë. Në ligën e parë ka shumë lojtarë kualitativ, shumë se sa lojtarë të cilët vinë për jashtit, janë overrated, janë tepër me vlerë më të madhe se sa që kanë lojtarë tonë dhe zojnë një vend ku në mendoj se nuk e meritojnë. Po këtu është politika të cilën në udhëheqin klubeve. Njerëzit e klubeve këto e thonë që lojtarët që vinë prej Afrikës shpesh kushtojnë më lirë se lojtarët tonë. Jenë klube për kohë gjatë, ke qenë klube për kohë gjatë, a menon se Nuk e besoj. Një kosta në lojtarit huaj është shumë më e lartë se sa e lojtarëve tonë. Qasja në lojtarit huaj është shumë më ndryshe. Ma pak profesionale? Une ma let isha bo me një grup lojtar prej Kosovës, kisha mri qëllimi se sa me një grup të cilin e bim prej jashtit. Edhe qëllimi jam gjithmonë ka qenë kështu edhe gjithmonë kum punu kështu. Nuk du me qenë lokalist apo tepër racist, po unë shumë ju besoj lojtarëve tanë. Kështu edhe në të kaluarën kum punu, edhe tash me Malishevën, mos harrojmë se me Malishevën kemi pas dy lojtarë apo një lojtar i cili
ka qenë jashta Kosovës. Ndigji, ka qenë, po, ndigji. Domethënë, Shqiptare mirë. po, nuk diskutohet, kemi diskutuar shpesh Po. për cilësitë e tij, është ndër lojtarët i cili ndoshta në mes fush tepër kohën e fundit më ka pëlqyer dhe më ndryshe se të tjerë, po them që ky grup i lojtarëve të cilin ka pas Malisheva ka qenë një grup jashtëzakonisht i mirë dhe mendoj se Pas parasysh moshën. po moshën, po edhe në për klube tjera duhet të aplikohet kjo politikë. Duhet të marrësh si shembull Malisheva. Krahas suksesit mund të arrihet edhe qëllime. Kemi shumë lojtarë sot të rinj, të cilën një ata shumë kujtohet është Rina Meti, i cili luan për Prishtinën, i cili mendoj se ka shumë potencial, ka shumë kvalitet dhe unë pjekuria aty në lojë është e pabesueshme për moshën që e ka. Unë nuk e shoh se si ai lojtar nuk mund të luajë me një Prishtinë. Mund të se Prishtina Merinin mund të merr edhe qëllimet të cilat vetë se i ka. Domethënë nuk është pengesë një lojtar i kvalitetit i moshës si Rini. Sot nuk duhet shikuar ato. Folëm për angazhimet tua si trener, por se më kallëzove a ka diçka konkrete për ndonjë rikthim në ndonjë prej klubeve të Superligës ajo, ose ndoshta ajo vetë Superligës. Gjatë rrugës ka interesime, ka biseda, po nuk ka diçka konkrete. Unë jam tash mëse i përkushtuar për këtë pozitën të cilën jemi me U20, po gjatë rrugës ka pas edhe të kaluarën, po shpresoj që do të ketë edhe në të ardhmen. Emra konkret nuk ka, po fjalë. Kjo shkputja prej asaj lidhjes të madhe që e ke pas me Dritën, a të bën të qasshëm prapë për Gjilanin edhe si trener? Të them drejtën. Tu kam bërë shumë vjet në Prishtinë, ty që tash ama shumë Gjilanit ai Prishtinës. Është bo, mendoj se 50%. 50%, po. E qysh nihesh? Ja, unë ndina shumë më shumë Gjilanxhi ndina. Ma shumë i Gjilanit se e Dritës. Ja. Jo. Ja, qytetar. Okej. Ja, qytetar. Por një ofertë konkrete për Gjilanit a të bën me menu për lidhjen me Dritën apo thjesht koncentrohesh në kushtet financiare, perspektivën sportive, çka do tjetër edhe nuk e ki për asnjë sekond në kokë një lidhje eventuale që e ke pas me Dritën? Ja, unë tash jam trajner, normal që edhe me Gjilanin, edhe me çdo ekip tjetër, nëse më ofron kushtet apo mundësitë, unë pa hezitim, domethënë të ta kisha pranuar. Nuk jemi me një frym tjetër tash, ndryshe mendohet, ndryshe punohet, kështu që them unë jam i hapur për çfarë do ekipe, e cila mendoj se mund të më shërbejë mua si trener. Zoti Jusufi, faleminderit shumë për këtë bisedë. Shpresoj që pas Gallopenit një tjetër lojtar prej kombëtarës U20 do të jenë te aja shumë shpejt. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi, shpresoj, duhet punuar për të gjetur jo një apo dy Gallopena apo tre të cilët do të shërbejnë për futbollin e Kosovës, sidomos për kombëtarën. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Shikues nderuar, faleminderit për vëmendjen, ishte kënaqësi të bisedoj me një figurë të ndritur të futbollit kosovar, siç është Bekim Jusufi. Ju vazhdoni të jeni me FFK Podcast, javë për javë do të sjellim protagonist të fushës dhe figura të shquara të futbollit kosovar ndër vite dhe aktualisht.